Vlla dhe motër, vdekja mund vinë çdo çast. Ajo nuk dihet se kur është, pra të s'ka tapi. Ne nuk e kemi të qartë se kur vjen, si vjen, çfarë vendi ajo mund vi. I gjë duhet ta kemi gjithmonë në qenjen tonë, subkonsciencën tonë, zemrën tonë, shpirtin tonë, mendjen tonë. Ka thonë men kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala al-janna. Tha kush e ka fjalën e fundit në këtë botë, la ilaha illallah, nuk ka zot tjetër me të vërtetë përveç Allahut, sunduesit madh gjithësisë, do hyn në xhenet. Qofse je duke ndru jetë vet, mos haro, mos fol asnjë gjë tjetër vetë se la ilaha illallah. S'ka zot tjetër përveç Zotit të vërtetë të universit. Qofse dikush po jep shpirt dhe ti je aty, përkujtoja, ka thënë laqinu mautakum la ilaha illallah. Ati që po vdes thot, thuja fjalën la ilaha illallah derisa ta thot. Kanë thënë dietarët, nëse dikush po jep shpirt, thuj ta thot la ilaha illallah. Nëse e thot herë mos ja kërko më. Se po thot në i diçka nga dhimbjet e dhënies shpirtit dhe po thot diçka tjetër. Leje sa i e tha la ilaha illallah dhe ti iki shpirti me këtë fjalë të fundit.